Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësim serioz lidhur me, siç thon, shkeljet e rënda që shumica parlamentare ka kryer në punën e Kuvendit gjatë 48 orëve të fundit. Koordinatori e Frontit Evropian, Rina Ajdari, tha se bëhet fjalë për miratimin e ndryshimeve në ligjin për qeverinë, proces i cili sipas saj u zhvillua në kundërshtim me frymën e përfaqësimit të drejtë dhe pa respektuar mekanizmat kushtetues që garantojnë barazinë ndërmjet bashkësive. Ky refuzim nuk ishte vetëm një refuzim i thjesht procedural. Ai ishte një mesazh i qartë politik dhe institucional se po anashkalohet një mekanizëm kushtetues i krijuar pikërisht për të mbrojtur balancën ndëretnike dhe të drejtat e bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajdari tha se mos e konstituimi i Komitetit të Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive përbën një problem serioz dhe të rrezikshëm, pasi siç tha ajo, ky organ ekziston për të shqyrtuar ligjet që prekin marrëdhënien ndërmjet bashkësive, përfaqësimin dhe parimin e barazisë në shtet. Ligji për qeverinë i cili u miratua dje dhe me cilin u shfuqizua qeveria teknike prek drejt për drejt përfaqësimin, pjesëmarrjen dhe barazinë e bashkësive. Pikrisht për këtë arsye kërkuam që ai të shqyrtohet në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe të miratohet edhe me shumicë të badenterit, në mënyrë që asnjë komunitet të mos mbivotohet dhe asnjë vullnet politik të mos imponohet mbi vullnetin e të tjerëve. Deputeti Ajdari kritikoi edhe koalicionin Vlen, pasi sipas saj ata nuk janë në kuvend për të mbrojtur interesat e shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera, por siç tha, për të arsyetuar dhe mbrojtur politikat destruktive të qeverisë.